Futbollisti që mashtroi botën për 20 vjet pa luajtur asnjë ndeshje. Historia e Carlos Kaiser. A mund të imagjinoni një futbollist që kaloi mbi 2 dekadat në karrierën e tij pa luajtur pothuajse asnjë ndeshje të plotë? Kjo është historia e pabesueshme e Carlos Kaiser, Henrik Raposo, një njeri që arriti të mashtroj klube të mëdha dhe të jetoj si një futbollist profesionist vetëm duke përdorur sharmin dhe aftësinë për të krijuar iluzione. Si mundi ai të mbijetojë në një botë kaq të kërkuar pa pasur aftësi të vërteta në futboll? Përgatituni të zhyteni në një histori ku realiteti dhe mashtrimi i përzihen në mënyrë të pabesueshme, duke zbuluar se si një ëndër e pamundur u bë një karrierë e jashtëzakonshme. Zbuloni se çfarë ndodh më tej duke ndjekur ngjarjen në vazhdim dhe mos harroni të abonoheni në kanalet tona që mund t'i gjeni tek përshkrimi më poshtë. Për më shumë histori si kjo, në botën e futbollit, emrat e mëdhej shquhen për talentin e tyre të jashtëzakonshëm, për golat dhe për trofetë e fituara. Por ka një histori që dallohet për arsye krejt të tjera. Kjo është historia e Carlos Kaiser, Henrik Raposo, një njeri që e kaloi karrierën e tij duke luajtur një lojë tërësisht të ndryshme nga futbolli, lojën e mashtrimit. Carlos Henrik Raposo, i njohur si Kaiser, për shkak të ngjashmërisë me legjendën gjermane Franz Beckenbauer, ka një histori që është njëkohësisht e pabesueshme dhe inspiruese në mënyrën e saj. Duke mos pasur aftësi të mjaftueshme për të luajtur në nivelin e lartë të futbollit, ai përdori zgjuarsinë dhe aftësinë e tij për të bërë pjesë e disa prej klubeve më të njohura në Brazil dhe jashtë tij, duke luajtur shumë pak ose as pak. Carlos Henrik Raposo lindi në Rio de Janeiro, Brazil, në vitin 1963. Qysh në fëmijëri ai kishte një pasion të madh për futbollin, por talenti i tij ishte shumë më i vogël se pasioni. Megjithatë, kjo nuk e ndaloi atë nga ëndra për të qenë pjesë e lojës. Ai vendosi të bëhej futbollist, por në një mënyrë krejtësisht të pazakontë. Në fillimet e tij, Kaiser filloi të frekuentonte ambientet ku futbollistët profesionistë kalonin kohën e lirë, duke krijuar miqësi me disa prej lojtarëve më të njohur të kohës. Ai përdorte sharmin e tij dhe aftësinë për të krijuar marrëdhënie për të deportuar në këtë botë të mbyllur. Strategjia e tij kryesore ishte të nënshkruante kontrata me klube të ndryshme dhe më pas të simulonte lëndime gjatë stërvitjeve. Në këtë mënyrë, ai arrinte të shmangte përballjet në fushë. Kaiser shpesh futej në seancat stërvitore dhe menjëherë pretendonte se kishte pasur një lëndim muskulor. Për të mbështetur pretendimet e tij, ai përdorte mjek të njohur, të cilët ishin miq të tij dhe konfirmonin lëndimet e rreme. Një nga shembujt më të famshëm të kësaj taktike ndodhi gjatë kohës kur ai ishte pjesë e Botofagos, një nga klubet më të njohura braziliane. Ai arriti të qëndronte në këtë klub për disa muaj pa luajtur asnjë minutë, duke pretenduar se ishte i lënduar. Për më tepër, Kaiser kishte një sjellje shumë të mirë dhe ishte shumë shoqëror, gjë që i ndihmoi të krijonte marrëdhënie të forta me bashkëlojtarët dhe stafin e klubit. Kaiser nuk qëndronte gjatë në një klub të vetëm. Ai kalonte nga një klub në tjetrin, gjithmonë duke përdorur të njëjtën taktikë. Ndër klubet ku ai kishte luajtur, ose më mirë të themi ku ishte regjistruar, ishin Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama dhe Palmeiras në Brazil, por edhe klube jashtë vendit si Puebla në Meksik dhe Ajaccio në Francë. Në çdo klub, ai përdorte të njëjtën metodë për të shmangur lojën. Ai gjithashtu shpesh përdorte alibi të ndryshme për të justifikuar mungesën e tij nga stërvitjet dhe ndeshjet. Për shembull, ai shpesh pretendonte se kishte nevojë për trajtim të specializuar dhe largohej për disa javë nga klubi. Një aspekt tjetër i strategjisë së Kaiserit ishte manipulimi i medias. Ai shpesh bënte fotografi me lojtarë të njohur dhe i përdorte ato për të ndërtuar imazhin e tij si futbollist profesionist. Duke qenë i njohur dhe i pranishëm në ambiente ku futbollistët profesionist kalonin kohën e tyre, ai kishte qasje të lehtë në lojtarë të famshëm dhe bënte fotografi me ta. Këto fotografi pastaj i përdorte për të krijuar një portret të rem të karrierës së tij. Një rast i njohur ishte kur ai arriti të bëhej mik me legjendën e futbollit brazilian Zico.
Pasi bëri një fotografi me të, ai e përdori këtë fotografi për të bindur drejtuesit e klubit që ai ishte një lojtar i nivelit të lartë dhe një mik i ngushtë i tij. Kjo ndihmoi shumë për të fituar kontrata të reja dhe për të vazhduar mashtrimin e tij. Një nga ngjarjet më komike të karrierës së tij ndodhi gjatë kohës kur ai ishte pjesë e klubit Ajaccio në Francë. Klubi vendosi të prezantojë lojtarin e tyre të ri para tifozëve, duke e futur atë në fushë gjatë një ndeshje. Në vend që të luante Kaiser vendosi të ngatrohej me tifozët, duke u futur në një konflikt verbal me ta. Ky e bëri që të largohej nga fusha pa luajtur asnjë minutë. Një tjetër ngjarje e pabesueshme ishte kur gjatë kohës kur ai luante për Bangu, një klub brazilian, ai simuloi një lëndim të tillë saqë i bindi drejtuesit e klubit të tij për të dërguar në shtëpi për t'u rikuperuar. Ai qëndroi jashtë fushës për disa muaj, por më pas u zbulua se ai në fakt ishte i shëndetshëm dhe kishte shkuar në Rio de Janeiro për të shijuar jetën e natës. Pas disa vitesh historia e Carlos Kaiser filloi të bëhej gjithnjë më e njohur dhe klubet filluan të jenë më të kujdesshëm. Megjithatë, ai arriti të qëndrojë në botën e futbollit për më shumë se 2 dekada, një arritje e pabesueshme për dikë që pothuajse nuk kishte luajtur asnjë ndeshje të plotë. Në fund, Kaiser u tërhoqi nga futbolli pa asnjë trofe, pa asnjë gol të shënuar, por me një histori që do të mbetet e paharrueshme. Ai arriti të gënjej një botë të tërë, duke përdorur vetëm zgjuarsinë dhe aftësinë për të mashtruar. Historia e Carlos Kaiser na mëson disa gjëra të rëndësishme. Së pari, ai tregon se si zgjuarsia dhe aftësitë për të krijuar marrëdhënie mund të jenë po aq të rëndësishme sa talenti në disa rrethana. Edhe pse ai nuk ishte një futbollist i talentuar, ai arriti të bëhet pjesë e botës së futbollit për shumë vite, vetëm duke përdorur aftësinë e tij sociale dhe mendje pregëtësinë. Së dyti, kjo histori na tregon për anën e errët të ëndrave të pamundura. Kaiser kishte një ëndër të madhe për të qenë futbollist, por mungesa e talentit e shtyu atë të zgjedhë një rrugë të gabuar për të realizuar këtë ëndër. Historia e tij është një shembull i asaj se si dëshira për të arritur një qëllim mund të çojë në zgjedhje të gabuara dhe jo etike. Në fund, historia e Carlos Kaiser mbetet një nga tregimet më të pabesueshme dhe më të veçanta në historinë e futbollit. Ajo është një tregim i një njeriu që përdori të gjitha mjetet e mundshme për të jetuar ëndrrën e tij, edhe nëse kjo do të thoshte të mashtronte të gjithë të tjerët rreth tij. Ai mund të mos ke qenë një yll në fushë, por ai padyshim ishte një yll i mashtrimit. Në qoftë se ju pëlqeu historia, mos hezitoni të pëlqeni videon, të lini një koment dhe të abonoheni në kanalet tona që shfaqen para ekranit për më shumë ngjarje reale si kjo. Faleminderit për vëmendjen dhe deri herës tjetër qëndroni kurioz.